ngjarje tragjike ka ndodhur të dielën në Vlorë ku dy djemë të rinj që po udhtonin me një motor u përfshin në një aksident e përpasoi humbën jetën. Serbia është përfshirë në protesta masive në të gjithë vendin gjatë të dielës, ku protestuesit kërkuan drejtësi për tragjedinë e Novi Sadit. Ata thanë se nuk do të heshtin deri kur përgjegjësit të dënohen. Rusia sulmoi NATO-n brenda vitit 2029, kështu ka deklaruar shefi i mbrojtjes së Gjermanisë, sipas të cilit shtetet më të rrezikuara janë ato baltike. Daily Mail ka kushtuar një artikull pushimeve në Shqipëri, duke krahasuar Ksamilin me Maldivet. Sipas shkrimit promovues, pushimet në Ksamil janë shumë më të lira se sa në Maldive, prandaj destinacioni sugjerohet për çiftet e reja. Zonja dhe zotërin, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në edicionin informativ këtu në TV Dheu. Një ngjarje tragjike ndodhi ditën e djeshme në Vlorë ku dy të rinj që po udhtonin me një motor u përfshin në një aksident të rënd e përpasoi të dy humbën jetën. Djemë të moshave 19 dhe 16 vjeç ishin duke u kthyer nga puna kur humbën kontrollin e motorit, duke u përplasur me një shtyllë elektrike e më pas me një shtyllë druri. Luan Llana dhe Tomor Mbrati janë dy të rinj që humbën jetën tragjikisht të dielën e 1 qershorit në një aksident me motor në zonën e njohur si Pusi me Zinit në Vlorë. Luani 19 vjeç dhe shoku i tij 16 vjeçar po ktheheshin nga puna në një servis ku për shkaqe të panjohura motori përfundoi jashtë rruge duke u përplasur fillimisht me një shtyllë elektrike dhe më pas me një shtyllë druri. Si pasojë 19 vjeçari Luan Llana i humbi jetën në vendin e ngjarjes, ndërsa shoku i tij adoleshenti Tomor Mbrati u dërgua në spital, por nuk mundi të mbijetojë dot lagëve të rënda. Shkaqet e aksidenti mbeten ende të paqarta, ndërsa komuniteti është tranditur nga kjo humbje e dy fisht. Familjar, miq dhe disa banor të zonës kanë vendosur lule qirinj dhe një çelë servisi në vendin e ngjarjes si shënderimi për djem, të cilët përshkruajnë si të urtë punëtor dhe me familje të ndershme. Njëri prej tyre jetonte vetëm me nënën dhe punonte për të mbajtur familjen, ndërsa të dy ishin miq të mirë që ndanin bashkë punën dhe jetën e përditshme. Një atentat marrëmzjarri ndodhi në orët e para të së dielës në fshatin Tale të Lezhës, ku viktim mbeti 57 vjeçari Pjetër Kaza. Viktima ishte duke u kthyer nga puna, teksa autori i zonë prit pranë shtëpisë dhe e vra rreth orës 1 të natës. Ngjarja mendohet jetë për motive hakmarrje. Një ngjarje e rëndë ka tronditur fshatin Tale në orët e para të mëngjesit të datës 1 qershor. Pjetër Kaza, 57 vjeç, u ekzekutua marrëmzjarri në oborin e banesës së tij në momentin që po kthehej me automjet rreth orës 1:00 pas mesnate. Trupi pa jetë u gjet nga bashkëshortja e tij rreth orës 5:00 të mëngjesit. Nga hetimet paraprake dyshohet se vrasja ka ndodhur për motive gjakmarrje, pasi viktima është antar i një familje që ka humbur dy vëllezër të tjerë në rrethana të ngjashme. Njëri prej vëllezërve të tij u vra në Belgjik një vit më parë, ndërsa një tjetër para 3 vitesh në Shqipëri. Pjetër Kaza punonte në minierë në Spaçi dhe ishte kthyer në banesë pas turnit të natës. Ekzekutimi dyshohet se është kryer nga persona që kanë ndjekur dhe vëzhguar lëvizjen e tij përpara se të hapnin zjarr, marrëmzjarri në momentin që ai po hynte në obor. Ngjarja mendohet të jetë pjesë e një zinxhiri të gjatë hakmarrjesh që nis që prej vitit 1994 me vrasjen e Ndue Kazës si shef i krimeve në qytetin Rrëshenit. Në ngjarje kanë mbërritur menjëherë forcat e policisë vendore, të mbështetura nga forca kombëtare të sigurisë dhe njësia e Shkodrës, ndërsa është ngritur një grup i posaçëm hetimor në drejtimin e prokurorisë. Aktualisht po mblidhen prova dhe po merren në pyetje familjarët e viktimës dhe banorët të zonës. Është ndarë nga jeta ditën e sotme prifti Kristaq Viso, i cili 3 javë më parë u rrëzua nga çatia e kishës në Korçë. Prifti mori lëndime të rënda në kokë dhe në trup dhe fatkeqësisht nuk mundi që të mbijetojë. Ka ndruar jetë prifti 63 vjeçar Kristaq Viso, i cili u rrëzua nga çatia e kishës së tij në qytetin e Korçës rreth 3 javë më parë. Pas incidentit të rënd, ai u transportua me urgjencë me helikopter drejt Tiranës për shkak të dëmtimeve serioze në kokë, por fatkeqësisht nuk mundi të mbijetojë plagëve. Lajmi i trisht është konfirmuar nga Mitropolia e Shenjtë e Korçës, e cila ka publikuar një mesazh ngushëllimi për ndarjen nga jeta të atë Kristaq Visos. Sot fjeti me zotin ekonom Stavrofor At Kristaq Viso, Mitropolia e Shenjtë e Korçës i shpreh ngushëllime të përzemërta bashkëshortes, vajzave dhe të gjithë familjarëve dhe të afërmëve. I lutemi Perëndis, të cilët i shërbeu, që ta ndjejë dhe ta prejë shpirtin e tij me shenjtorët në gjirën e Abrahamit në mbretërinë e qiejve. Qoftë e lumtur ulla në të cilën shkon ti sot, se ta është përgatitur vendi i prehjes lart në qiell. Parajs të mbar o vlla ynë i lumtur dhe i gjithmonë kujtuar, thuhet në njoftim.
Mijëra qytetarë protestuan të dielën në 30 qytete të ndryshme të Serbisë, duke kërkuar drejtësi për tragjedinë e Novi Sadit, ku pas shembjes së strehës së stacionit e kurorëlor, humbën jetën 16 persona. Protestuesit thanë se nuk do të heshtin dhe nuk do të dorëzohen, derisa drejtësia të vendoset. Mijëra qytetarë në Serbi dolën sërish në protesta të dielën, duke kërkuar drejtësi dhe zgjedhje të parakohshme parlamentare, ndërsa akuzojnë qeverinë e Aleksandr Vučić për korrupsion dhe shtypje të lirive demokratike. Protestuesit, të udhëhequr nga studentët, bllokuan 2 urat kryesore në Beograd dhe zhvilluan protesta në mbi 30 qytete të tjera të vendit. Protesta organizua 7 muaj pas tragjedisë së 1 nëntorit, ku një pjesë e betonit u shem në stacionin hekurudhor të Novi Sadit, duke lënë 16 të vdekur. Sipas studentëve, kjo tragjedi është pasojë e punimeve të dobta nga kompani kineze dhe korrupsionit në projekte publike të infrastrukturës. Ata kërkojnë hetim të plot dhe dënim të përgjegjësve. E gjithë Serbia është ngritur në këmbë, nuk do të ketë më heshtje, nuk do të ketë më dorëzim, u lexua në një deklaratë të përbashkët në të gjitha qytetet ku u protestua. Në Novi Sad, protestuesit marshuan drejt vendit të tragjedisë, duke mbajtur një kuror të bardhë për viktimat. Ndërkohë Vučić ka lënë të hapur mundësinë për zgjedhje të parakohshme, por pa dhënë ndonjë datë konkrete. Ndërsa shumica e mediave në Serbi janë të kontrolluara nga pushteti, protestuesit përballen me etiketime si terrorist apo vegla të perëndimit nga propaganda qeveritare. Asnjë person nuk është dënuar ende për tragjedinë e Novi Sadit, ndërsa shumë kush dyshon se drejtësia do të zbulojë ndonjëherë të vërtetën. Rreth 17.000 persona janë evakuar nga banesat e tyre në Kanada për shkak të zjarreve masive që kanë përfshirë disa rajone të vendit. Sipas autoriteteve, janë 188 vatra zjarri aktive dhe flakët po përhapen me shpejtësi duke përfshirë edhe disa pjesë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si pasojë e zjarreve masive në Kanada, rreth 17.000 persona janë larguar nga shtëpitë e tyre në provincën kanadeze të Manitobës për shkak të zjarreve të mëdha që po përhapen me shpejtësi në disa zona të vendit. Në zonat më të izoluara, është dashur ndërhyrja avionëve ushtarak dhe helikopterëve për të evakuuar banorët, ndërkohë që zjarrfikësit po përballen me flakë gjithnjë më të fuqishme. Temperaturat e larta dhe moti i thatë pritet të vazhdojnë edhe për disa ditë, duke përkeqësuar situatën. Janë 188 vatra zjarri dhe sipas autoriteteve, flakët janë përhapur në të gjithë territorin kanadez dhe ka arritur edhe në disa rajone të Shteteve të Bashkuara. Provincat Saskatchewan dhe Manitoba kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme për të paktën 1 muaj dhe kanë kërkuar ndihmë nga vendet e tjera për të përballuar situatën. Në Saskatchewan, aktualisht janë 17 zjarre aktive, nga të cilat 8 janë jashtë kontrollit. Evakuimet të detyrueshme janë urdhëruar gjithashtu në një pjesë të madhe të provincave Alberta dhe Kolumbia Britanike. Ukraina ka zhvilluar një nga goditjet më të forta ndaj Rusisë, duke goditur me dron disa baza ushtarake në 5 rajone. Përpasoj, 10 avion janë përfshirë nga flakët, teksa presidenti Vladimir Zelenski tha se operacioni ishte planifikuar që 1 vit e gjysmë më parë. Ukraina ka ndërmarrë një nga sulmet më të gjëra që nga fillimi i luftës, duke goditur disa baza ajrore ruse në një operacion të koordinuar që përfshiu rajone nga kufiri me Norvegjin deri në Siberinë Lindore. Ministri i Mbrojtjes së Rusisë konfirmoi se dronë ukrainas sulmuan baza ushtarake me 5 rajone përfshirë Murmansakun dhe Irkutskin, ku disa avion u përfshin nga flakat. Në bazën ajrore Belaja në Irkutsk, herë e parë që Siberia sulmoi që nga fillimi i luftës, dhe në bazën strategjike Olenja në Murmansk, dronët goditën nga një distancë më pak se 4 milje. Sipas një zyrtari të shërbimeve sekrete ukrainase, 10 avion rus u dëmtuan edhe pse kjo nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur. Ai tha gjithashtu se dronët rus përmes kamioneve ishin lëshuar nga aty. Presidenti i Ukrainas, Volodymyr Zelensky, deklaroi se operacioni ishte planifikuar që prej 1 viti e gjysmë dhe i quajti rezultatin absolutisht briljant. Ukraina po vetë mbrohet dhe me të drejta, Zelensky, zëvendës shefi e kabinetit të tij, Irina Vereshchuk, shtoi, ky është një nokaut i fortë për armikun. Ndërkohë Ukraina pësoi një goditje të rëndë pasi një raketë ruse goditi një bazë stërvitore ushtarake në Dnipro, duke lënë të paktën 12 ushtar të vdekur dhe mbi 60 të plagosur. Komandanti i forcave toksore ukrainase dha dorëheqjen, duke marrë përgjegjësi morale për ngjarjen. Po ashtu Rusia kreu edhe një sulm ajror masiv gjatë natës në territorin e Ukrainës, duke lëshuar 472 dronë dhe 7 raketa. Shumica u rrëzuan për 18 objektiva u goditën, përfshirë disa banesa në rajonin e Kievit, Kirovoradit dhe Kharkivit. Ky përshkallëzim ndodh në prag të një raundi të ri bisedimesh për armë pushim mes palëve që do zhvillohet të hënën në Stamboll.
Shefi i mbrojtjes së Gjermanisë Carsten Breuer ka paralajmëruar se Rusia mund të sulmojë NATO-n brenda vitit 2029. Sipas tij, vendi po prodhon çdo vit me mijëra tanke, të cilat një ditë mund përdoren për të sulmuar vendet baltike, që janë anëtare të NATO-s. Disa javë përpara zhvillimit të samitit të vendeve të NATO-s në Hag, ku pritet të diskutohen buxhetet e mbrojtjes, ndër të tjera, generali Carsten Breuer, shefi i mbrojtjes së Gjermanisë, ka paralajmëruar se NATO duhet të përgatitet për një sulm të mundshëm nga Rusia brenda 4 viteve të ardhshme. Në një intervistë për BBC, ai tha se Rusia po prodhon qindra tanke çdo vit, shumë prej të cilëve mund të përdoren në një sulm ndaj shteteve baltike anëtare të NATO-s deri në vitin 2029 ose më herët. Generali Breuer theksoi se ky është një kërcënim shumë serioz dhe se NATO duhet të mbetet e bashkuar mbi luftën në Ukrainë, pavarësisht dallimeve në opinione të shprehura së fundmi nga Hungaria dhe Slovakia. Ai paralajmëroi gjithashtu se Rusia po ndërton forcat e saj në një mas të jashtëzakonshme, duke prodhuar afërsisht 1500 tanke kryesore betejë çdo vit. Ai shtoi se jo çdo tank do të shkojë në luftë në Ukrainë, por po shkon edhe në stoqe dhe në struktura të reja ushtarake, që janë gjithmonë përballë perëndimit. Generali Breuer theksoi se ekziston një qëllim dhe ka një grumbullim të stoqeve për një sulm të mundshëm në të ardhmen ndaj shteteve baltike të NATO-s. Ai tha se analistët e vlerësojnë këtë mundësi për vitin 2029, por theksoi se duhet jemi gati deri në atë vit dhe se nuk është e garantuar që sulmi të ndodhë pas atij viti. Nëse më pyetni tani, a është një garanci që sulmi nuk do të jetë më herët se në vitin 2029? Do të thoja jo, nuk është, por duhet jemi në gjendje që të luftojmë që tani, tha ai për BBC. Daily Mail ka kushtuar një artikull promovues plazheve të Ksamilit, duke i konsideruar si Maldivet e Europës. Sipas artikullit, plazhet në Ksamil kushtojnë shumë më pak se në Maldive dhe janë një mundësi e shkëlqyer për çiftet e reja që duhet të kalojnë një muaj të paharrueshëm. Daily Mail ka kushtuar një artikull Ksamili dhe bukurive të tij. Maldivet janë një nga destinacionet më të ndërruara të pushimeve në botë dhe një zgjedhje popullore për çifte që kalojnë muajin e mjaltit, shkruhet në një artikull të botuar të përditshme britanike. Por ishujt ka të ngjarë të kenë çmime mjaft të larta, veçanërisht pasi shumica e opsioneve të akomodimit janë resorte luksoze. Megjithatë, nëse kostoja e ishujve shkon për te buxheti tuaj, ekziston një destinacion evropian ku mund të përjetoni një ndjesi të ngjashme, por me shumë më pak para. Ekspertët e udhëtimeve thonë se turistët do gjejnë Maldivet e Europës në vendin më të përballueshëm Shqipëri. Ata rekomandojnë Ksamilin, një fshat bregdetar magjepsës në Shqipëri, si një alternativë buxhetore kundrejt Maldiveve. Gjithashtu turistët thonë se ky vend turistik është një version më i lirë i Maldiveve. Ekspertët vlerësojnë ujërat e kristalta dhe plazhet me rërë të bardhë të Ksamilit, duke përshkruar atë si vendi më marrëmendës. Ksamili është cilësuar si vendi me disa nga plazhet më të mira në Shqipëri, në jug të Sarandës, kryeqytetit jo zyrtar të Rivierës Shqiptare dhe në një distancë të shkurtër nga kufiri grek. Ksamili ka një vendodhje të shkëlqyer, thonë ekspertët. Ju mund të notoni ose të bëni një udhëtim me var në 3 ishujt e vegjël në gjirin e tij ngjyrbruz, ku ka më pak turistë se sa në plazhet e zhurmshme të Sarandës. Plazhi më i vlerësuar i Ksamilit ka një vlerësim prej 4.4 nga 5 syje. Turistët gjithashtu mund të eksplorojnë një pikë referimi historike të jashtëzakonshme ndërsa ndodhen në Ksamil. Parku Kombëtar Arkeologjik i Butrintit, një vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s, është vetëm 17 kilometra nga fshati bregdetar. Rrënojët e lashta janë më shumë se 2500 vjeçare dhe përfshin një teatër të epokës helenistike dhe monumente të hershme të krishtere. Kostoja mesatare një vakti në një restorant të lirë në Shqipëri është vetëm 1.000 lek ose 8.50 pound, ndërkohë një birrë vendase kushton vetëm 249 lek ose 2.13 pound dhe një cappuccino kushton vetëm 164 lek ose 1.40 pound. Zonja dhe zotrin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, bashkë miru pafshim.